Ula në burg për vrasjen e Astrid Kalas, Elvis dhe Gjon Shkambi kërkojnë falje familjes. Roja e Sigurisë, isha i sëmur. Gjykata penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë për 3 të arrestuar në lidhje me vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në krye të detyrës 3 ditë më parë. Elvis Shkambi, Gjon Shkambi dhe Banush Koxhaj janë lënë në masën e sigurisë arrest në burg. Seanca u zhvillua sot nga gjyqtarja Marinela Osmani. Elvis dhe Gjon Shkambi kërkuan falje publike familjes së gjyqtarit Kalaja, ndërsa dëshmuan se ngjarja ka ardhur si shkak i tronditjes së lartë psikike për shkak të kalvarit të gjatë të gjyqeve. Ata kishin pretendime për gjykatën pasi nuk e kanë zgjidhur siç duhet çështjen e pronësisë, ndërsa punonjësi i sigurisë dëshmoi se ka qenë i sëmur dhe se ka lajmëruar kancelaren se nuk ndihet mirë. Kam qenë i sëmur para se të kalonin palët në skaner. Unë kam lajmëruar edhe kancelaren se nuk ndihesha mirë pasi vuaj nga diabeti. Një orë më pas, kancelaria më ka dhënë leje për t'u larguar, por nuk jam zëvendësuar, ka dëshmuar Banush Koxhaj.